mjafton aja. Në asnjë vend nuk fillojnë punët e mëdha, investimet, pas zgjidh problemet më emergjente, që është problemi i mbijetesës njerëzve. Ti ke qoftë njëri të jetë në probleme mbijetese, zëre se i ke bërë dëm gjithë botës. Prandaj thotë edhe feja, kush vret një njeri ka vrarë gjithë botën. Ne të gjithë kemi përardhur nga një njeri, nga Adami. Po sa qindra mijëra njerëz janë në Shqipëri që nuk kanë minimumin e tij. Po t'i lem këto tani se kemi probleme, ne kemi ca investime tani, kemi ca porciane ne këtu tani, ca 3 dëra këtu me ca kalamaj që vijnë dhe maniten nga heroi kombëtar që akoma është gjallë etj. Po çfarë këto, ku të shesim këto? Ja po ta falim një herë, 2 herë, po na i nxjerr këto si flesh, edhe ja bëri qefin vetes, hajde relaksohu bëj qefin vetes. Ç'është kjo më? Na ka vënë një shtet tani që bën hajër, edhe këta nuk janë, këta janë poshtë. Ta e duam si kalamaj. Këta bëjnë lëpirë më të shpjefur, edhe këtej dalin me Range Rovera e me 18 apartamente, ku ta diu me ca miliarda, pastaj investojnë në Afrikë, në vende të tjera, në Azi. Çfarë tonë? Po na u shpjefër. E thon pastaj, po unë mumi hajnë darrat Maskurisit. Po këto, kush i solli këto? Kush i gjeti këto? Nga terrës. Veti more. Ja dhe këtë drejt vetes ti marrësh, po. Po çoj një për tyre ti me dorën tënde, çoj atje, dorëzo atje në para drejtësisë. Që s'po bëni mua, aty ku jam. Sus. Po dhe aty u mërzitën. Se ky me formën që i jep ky, kam drejtu me shembullin tim. Kam drejtu me shembullin tim. Si kam bën favor as mikut, po tjetrin që se kam njoft, atje e kam marrë dhe i ka taku e drejta, i ka taku. Kam bën debat me kolegët, i takon e drejta. Kam drejtu me shembullin tim, nuk kam drejtu kështu për të folur këtu dhe për të treguar sa bukur e thashë atje, absolutisht jo. Unë e besoj dhe jam serioz tek ajo që them e bëj. Kështu që i ka ardhur fundi domethënë. Nuk na dëgjuan, po ta kishin dëgjuar para disa vitesh, do ishte bërë mirë dhe për ta dhe për Shqipërinë. Tani na lan kritikën, kritika do të jetë e pamshirshme. Ta harrojnë që unë apo të tjerë si janë disa. Kujtojnë se ne marrim frym për bamirësisë tyre, kuptohet? Që në ky moment domethënë ajo shpata drejtësisë duhet të jetë shumë pamshirë fare tek ta. Mendojnë që dhe ekzistencën tonë e kemi për bamirësisë tyre. Tani tim kupton, besoj se ke një lloj formimi dhe religioz, mendon se sa e rëndë është kjo për ne. Çfarë provokimi është? Si mendoni, a ka një marrëveshje të fshehtë në thonjza apo themi mes Ramës dhe Berishës, që Rama të qëndrojë në pushtet dhe Berisha të mbajë frerët e opozitës dhe nga ana tjetër të mbrojë interesat e tij, qoftë personale apo të familjes, duke qëndruar në krye të Partisë Demokratike dhe duke mos u larguar prej saj? Nuk e ka mos u lodh fare, nuk e ka të fshehtë, e ka me ligj, që nga 2008 me kodin zgjedhor deri tani. E bën dhe shtator, e do ta bëjmë prap. Dhe ta tha Ylli Rakipi, tha e pash Iron Velin, tha me Shkërzenin edhe me Qim Pekën. Kupto tani? Kemi rënë ditët që Qimi bën politikë të madhe shqiptare. Dhe politika është, dhe këta janë aq të mëdhenj politikë se janë ke niveli Qimit që të dy. Ja këtu jemi ne. Nga mëngjesin darkë ke bashk. Dhe këta arkëtarët, se këta nuk janë oligark, këta që heqin veten kështu. Oligarkët kryesorë janë vetë këta, politikanë të mëdhenj. Këta arkëtarët që quhen oligark pasaj, këto që përmenden bashkime të tjerë, këta janë ata pasaj që garantojnë dhe çmentojnë bashkëpunimin e tyre. Mbaron, çofër sa ka marrë ky që të përmenda unë, sa qindra koncesione ka marrë, dhe këto të të shkojnë departamentit shtetit, pa dyshim, mos i kanë shkuar, tani, edhe ku i ka zyrën Berisha, si e ka. Sa ka marrë në atë kohë, sa ka marrë të kohë, si ka marrë, si ka marrë, etj, do dali. Ka tjerë që bëjnë lojë me këta për t'i bërë presione, po ka tjerë që bëjnë dhe të pastër goditjen. Nuk ka, janë pazar të sigurt, domethënë dhe kanë çimentuar me ligj. Nuk bën vaki domethënë, që të jenë të rastësishme gjithë të bashkëpunime. Është një duket në mënyrë të parë, sikur mos besoni kur e do rikën, besoni çfarë bëhet veprim. Është e qartë, e pastër dhe e çimentuar. Po them edhe qëndrimi nga Shime, të dy kanë njësoj.
Si mendoni, pse Edi Rama nuk ka marrë urime zyrtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me zgjedhjet që fitoi të 11 majit, ndërkohë ka marrë urime nga lider të ndryshëm të Bashkimit Evropian? Çfarë mesazhi kërkon të jap SBA-ja në këtë rast kundrejt Edi Ramës? E di vete, çfarë mesazhi po japi. Tani për tani po i shef kurrizin administratës amerikane, do të jenë sigurt. E dyta, a e dini që një pjesë e madhe bile edhe politikanë që ishin atje nuk e njihnin fare Shqipërinë? Domethënë, që të hiqesh kaq i rëndësishëm në këtë vend vogël, në këtë fshat i quhet Shqipëri, ndërkohë që një pjesë e madhe e botës nuk e di fare ku ekziston e çfarë je. Pra ne jemi peng një loje provinciale i figurave dhe karagjozëve provincial, që në fushën ndërkombëtare janë lëpirësa dhe asgjë më tepër, edhe do ta shihni mirë që nga këto zgjedhje nuk ka dalë asnjë fituar. Nuk është gëzuar as fituesi, as ai tjetri. Se këto janë artifica, nuk e mban dot me zor. Është mbushur kupa. Shqipëria do shkojë te ndryshimi. Tani u plakën, u thinjën, u krusën në qafat tona. Dhe dolën me ca flamuj të rinj për kundër atyre që kanë bërë vetë deri dje. Pra, Berisha kundër 4 mandateve ti, 2 president dhe 2 kryeministër, ky kundër 3 mandateve, pak a shumë. Unë nuk di, po pse, po mirë, çfarë kam unë tani? Dakor, unë jam çmend, po çfarë kanë ca të tjerë që nuk ndjen lumturi brenda vetes. Po si ka mundësi që nuk lumturohem unë, mos e shoh Ramën pushtet dhe Berishën pushtet. Pse ta bitem vëlla, që ne nuk lumturohem. Për çfarë duhet mua se kush është pushtet si qytetar? Ti nuk përmbush kërkesat e mia, që unë i mendoj që duhet përmbushur. Dhe unë nuk shoh që ti drejton me pasërti, se drejtorët e tuaj futen grisur edhe dalin miliarder. Leti bëj një veting administratës. Sa miliarda janë vjedhur? Merë gjithë person, sa persona ke pas drejtorët tani janë biznesmen? Filloj që nga 90-ta. Në të gjithë ndërmarrjet që kanë qenë. Mos them që edhe i privatizuan ndërmarrjet më pas. Edhe kur e merr tjetrin drejtor nga një ndërmarrje, edhe këtë mundësisht në vizohet bëhet bolt, nga një ndërmarrje, e çon ministër, i rrimin e ka ndërmarrjet le një njeri tjetër ta marrë dhe atë. I duket sikur është i tij. Kështu i duket dhe Ramës, koltuku kryeministrit, kështu i duket dhe Berishës. Ajo që kanë. Berisha ka edhe xhelozie se ka qenë vetë aty në koltuk. Nuk ka marrë koltukun tim, thot. Nuk thotë ky është posti kryeministit i Shqipërisë. Të dy bashkë, kur kanë hyrë politikë, kanë menduar si të përjetësohen politikë.